është bërë një pallat aty mbrapa, a të ngjan ty me kokën e Skënderbeut? Po ashtu e kanë bërë si kokë e këtij. Pjesën e kësaj që the prishi shkollën, sepse ishte shkolla e vjetër, e parë shqipe në Tiranë, Ishte vjosa, e bëri lulishte. Pllakatën, vetëm pllakatën kishte, se s'ishte më shkolla ajo. Ishte hotel Vjosa. Mas opera stupra, është lulishte tash aty. Aty kanë bërë një mbas kësaj që thua ti kanë bërë një pallat tjetër. Skënderbeut që kanë bërë atje, gjasme ku. A është kokë e Skënderbeut ajo? Shkun e kanë rrethu këtë, e kanë rrethu Skënderbeun këtu, vetëm sepse është problemi muslimanëve se nuk e duan muslimanët, se e quajnë Skënderbeun tradhtare, di se e quajnë muslimanët. E quajnë Skënderbeun tradhtar muslimanët, kanë tradhtu turqit. Se diti që kanë dalë, që flasin. Ajo është eurokombëtare, ç'lidhje ka ajo? Ajo është eurokombëtare. Ka tradhtu turqit thonë këto. Pjesa e fesë është ka tradhtu turqit. Ora mos më jep këto se unë nuk pushoj kështu për të fol flas sa dushum, po mos më jep këto gjëna. Buku i thotë që ka Skënderbeut, punoi disa herë po restaurohet. Po sa vajte 10 muaj, e disa koka, ka kalu i muaj ca, 2 muaj. Çfarë restaurohet ajo më? Kaftohet, bravo. Tani ai është bërë një pallat aty mbrapa, a të ngjan ty me kokën e Skënderbeut? Po ashtu e kanë bërë si kokë e këtij Edi Ramës. Ngjan si kokë e Edi Ramës. Ajo që kanë bërë këtu lart. Kokë e Edi Ramës pra, atë thot për Skënderbeun, po ka bërë kokën e vet, më duket. Po. Atje. Se dhati ju ka bërë kështu. Kokën e vet. Ka bërë kokën e vet, po, çka ka bërë? Tani, atje tham koka e Skënderbeut, është si koka e Edi Ramës, nuk është koka e Skënderbeut. Po ky me kulla, koka kujt është? Kuba. Po çfarë bën këto e shkatruan Tiranën, unë jam lider në Tiranë. E Tirana nuk ishte nevojë të shkatrojnë gjonat e vjetra. Kanë bërë ngrit këto, kanë sahatin edhe xhamiat. Qëndronte xhamia si kulturë që kemë pas ne në Shqipëri, edhe sa si çka bësh, pallate, e ka mulu sikur ta prisje tek këtij dite. Edhe sahatin ka për ta prishë ditën. Janë duke kërkuar një foto, ishte një projekt. Ishte një projekt që kishte se këto janë piçgavisto, thonë u rrexu.